Gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK ka pezulluar nga detyrat dhe ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për kreun në Komisionit të Prokurimeve Publike Jonajt Myzyri. Me anë të një njoftimi, prokuroria e posaçme informon zyrtarisht se ndaj Myzyrit rëndon akuza e shkeljes së barazisë së pjesëmarrjes në tendera e kryer në bashkëpunim, ndërsa akuza i është komunikuar zyrtarisht këtë të hënë. SPAK njofton se akuzat ndaj Myzyrit u ngritën mbi tenderin e rrugës Rrëshen Urafanit Ura Repsit me një fond limit prej 2.2 milion euro pa TVSH. Tenderi në fjalë sipas SPAK është zhvilluar në 18 shtator të vitit 2020 me autoritet kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar. Shqyrtimi i procedurës nga ana e autoritetit kontraktor ka pasur paligjshmëri të cilat sipas SPAK, Komisioni i Prokurimit Publik nuk i ka marrë në konsiderat gjatë shqyrtimit të ankesës të procedurës së mësipërme. Ky komision në kundërligjshmëri ka favorizuar bashkimin e operatorëve ekonomik AMDD, ku pas veprimeve hetimore ka rezultuar se kanë paraqitur dokumente të falsifikuara. Përveç Myzyrat janë vënë në akuzë edhe 7 zyrtarë të tjerë të autoritetit, përkatësisht Vilma Zhupaj, Lindita Skeja, Merita Zeqaj, Engelida Vega, Vladimir Hodaj, Gerald Adhiaj dhe Mariana Asani, ndaj të cilëve është ngritur akuza e shkeljes së barazisë në tendera. Sa kaq, në akuzë janë vënë edhe shtetasit Ardian Kaza, Ndut Skulla dhe Mehdi Lala, ndaj të cilëve është ngritur akuza e falsifikimit të dokumentave. SPAK është duke hetuar procedurat e tenderave për gjatë viteve 2020-2023, pasi ka dyshime të forta se janë zhvilluar pagar, pasi në shumë raste rezulton pjesëmarrëse vetëm një kompani e në rast të tjera shoqëritë janë skualifikuar në mënyrë të padrejtë. Në kuadër të hetimit, SPAK ka urdhëruar më herët sekuestrimin e një sër procedurave, ndërsa kontrolli i lartë i shtetit gjatë auditimit ka dalë në konkluzionin se dëmi ekonomik i shkaktuar nga abuzimet me tenderat kap vlerën e 2 miliardë e 550 milion eurove. Një herazi SPAK po heton edhe zyrtar të Komisionit të Prokurimit Publik lidhur me koncesionin e sterilizimit.